linë të kësaj apo jo, kam një pyetje. A ka diçka që ka të bëjë me ndonjë betejë personale, të cilën deri tani nuk e keni ngritur publikisht, por ndoshta është momenti për ta treguar? Beteja personale plot. Për mua sfida më e madhe ka qenë... Diçka që e keni mbajtur vetëm për vete, por ndoshta është momenti për ta treguar. Marrëdhënia me kolegët, për mua ka qenë sfida më e madhe në këto 3 vite. Se njerëz që ne kemi punuar ekip bashk, situata në partinë detyroi që të kishim një dinamik tjetër. E kemi diskutuar bashkë në studio disa herë parlamentin për shembull. Nuk ka qenë ndjesi e mirë kur diskutohej në parlament, kur kolegët etiketoheshin dhe të kam thënë atëherë ta them tani po do jetë bashkë. Jo se unë jam ndonjë largpamse e madhe, po që nuk kishte të ardhme tjetër, po doja përveç se të ishte bashkë. Ju keni patur kolegë që ju kanë kthyer krahët? Ju kanë zhgënjur, e mendonit ndryshe? Në politikë ndodhin shumë gjëra, jo gjithmonë mendojmë gjithë njësoj dhe falë Zotit që nuk e bëjmë këtë që nuk mendojmë të gjithë njësoj, po ka pasur edhe kolegë me të cilët në nivel personal mund të mos jenë ndjerë mirë nga komentet. E kuptova. Megjithatë, kur kthehesh edhe i mendon... Ti më njeh që unë përpiqem që të mos përmendas kënd. Jeni lojtare ekipi apo dikush që performon vetëm? Ju sapo e thatë, PD-ja është bashk, por në fakt, nëse unë e u bëj këtë pyetje si... Kam qenë gjithmonë lojtare ekipi, unë fakt e pëlqej shumë sportin. Edhe një nga arsyet që e pëlqej sportin është edhe për punën në ekip, që përpiqem fakt edhe fëmijëve të Janit t'ja kaloj pak. Por kam qenë lojtare ekipi, por 3 vitet e fundit secili prej nesh u gjend pak vetëm. Edhe unë shpresoj shumë që tani është momenti që ekipi të rimblidhet. Është mbledhur, po të fokusohet tek ajo që duhet t'japim ne si ekip. Që Partia Demokratike duhet patjetër që ta plotësojë me të gjithë njerëzit që ka, me kapacitetet sigurisht që ka, po edhe duke u hapur për shoqërinë. Mu përgjigjen sinqerisht.